Durim Bami, i shpallur në kërkim nga Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, pritet të ekstradohet gjatë ditës së sotme nga Dubai drejt Shqipërisë, në kuadër të operacionit ndërkombëtar The Wanted. 47 vjeçari nga Nikla e Krujës do të mbërrijë në Tiranë nën masa të rrepta sigurie dhe do të vihet menjëherë në dispozicion të autoriteteve shqiptare. Gjykata e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar i ka caktuar atij masën e sigurisë, arrest në burg, që në 15 maj 2024, Bami akuzohet për sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje, grupi strukturuar kriminal, kultivim të bimëve narkotike dhe kryerje të veprave penale nga organizata kriminale. Ai u ndaluar për herë të dytë në Dubai më 21 tetor 2024, pasi nuk u përgjigj thirrjeve të autoriteteve vendase për paraqitje. Më herët ishte liruar me kusht, por shkelja e detyrimit për paraqitje çoi në arrestimin dhe më pas në finalizimin e procedurës së ekstradimit. Emri i Durim Bamit është përfshirë ndër vite në disa dosje të bujshme kriminale, përfshirë çështje atentatesh, konflikte me ish-deputetin Arben Doka dhe dosjen revanshi, ku SPAK e akuzon si drejtues dhe financues të një grupi që kultivonte kanabis në zonën Nikël Buç gjatë viteve 2019-2020. Mbërritja e tij në Tiranë konsiderohet zhvillimi i rëndësishëm në hetimet e SPAK, ndërsa pritet të shihet nëse Bami do të zgjedhë të bashkëpunojë me drejtsinë. Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur sekuestro preventive mbi një apartament në Qerret të Kavajës, në pronësi të shtetasit nga Kosova Shemsi Bahtiri, i arrestuar në ndyshimet për trafik droge. SPAK u vu në lëvizje pas një kërkese për ndihmë të ndërsjellë juridike nga Prokuroria Speciale e Kosovës, e cila po heton Bahtirin për përfshirje në aktivitet të paligjshëm të trafikut të narkotikëve dhe pastrim parash. Sipas dosjes, Bahtiri dyshohet për pjesëmarrje ose organizim të grupit kriminal të organizuar, blerje, posedim dhe shpërndarje narkotikësh, si dhe pastrim parash. Ai u arrestua pas zbërthimit të aplikacionit të koduar Sky ECC, të siguruar nga autoritetet franceze, që ekspozoi komunikime të dyshuara mes anëtarëve të grupit. Gjatë verifikimeve, SPAK konstatoi se në emër të tij figuron subjekti Dajman SHPK, me objekt veprimtarie shitblerje pasurish të paluajtshme, i regjistruar më 11 mars 2025. Apartamenti në Qerret tashmë është vendosur nën sekuestro, me dyshimin se përbën produkt të aktivitetit kriminal. Hetimet vijojnë në bashkëpunim mes autoriteteve shqiptare dhe atyre kosovare për identifikimin e pasurive të tjera të mundshme të lidhura me këtë çështje. Autoritetet italiane çmontuan një organizatë shqiptare të përfshirë në trafikimin e kokainës në Milano, pas një hetimi disa mujor. Operacionin e drejtoi Prokuroria pranë gjykatës së Milanos në bashkëpunim me Drejtoria Antimafias. Policia ekzekutoi masa ndaj 4 shtetasve shqiptar, të dyshuar si drejtues dhe pjesëmarrës aktiv të rrjetit. Hetimi u shtri nga maj deri në shtator 2022. Hetuesit përdorën përgjime teknike, ndjekje në terren, kontrolle dhe arrestime në flagrancë për të dokumentuar aktivitetin e grupit. Sipas autoriteteve, rrjeti kontrollonte ruajtjen, përgatitjen dhe shpërndarjen e kokainës, përdorte automjete të dedikuara për transportin dhe telefona të koduar për komunikim. Media italiane raportojnë mbi 1000 episode shitjeje, me fitime që arrin në disa qindra mijëra euro. Kreu i dyshuar i grupit, 34 vjeç, u lokalizua në banesën e tij në Via Veglia në Milano. Ai ndodhej në liri me kusht pas një arrestimi në tetor 2022, kur policia i gjeti rreth gjysmë kilogrami kokainë. Një tjetër 33 vjeçar u arrestua në Guidonia Montecelio, pranë Romës, ku ishte në arrest shtëpiak pas kapjes me 150 doza kokainë. Dy të dyshuarit e tjerë, 33 dhe 34 vjeç, u arrestua në Shqipëri. Prokuroria italiane ka nisur procedurat për ekstradimin e tyre drejt Italisë, ndërsa hetimet vijojnë për identifikimin e bashkëpunëtorëve të tjerë të mundshëm. Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka kërkuar 14 vite burg për biznesmenin Pëllum Gjoka, në kuadër të procedimit penal të njohur si Operacioni Metamorfoza. Pretenca u paraqit gjatë seancës gjyqësore, ku prokurorët lexuan kërkesën përfundimtare ndaj të pandehurit. Vendimi pritet të merret nga Gjykata e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, e cila do të shqyrtojë provat dhe argumentet e paraqitura nga palët. Policia e Korçës arrestoi 47 vjeçarin Kristi Yoga, i dyshuar për shantazh dhe mashtrim ndaj shtetasve grek. Sipas hetimeve, ai ka kërcënuar për rreth 3 vite një shtetas grek me publikimin e bisedave dhe fotove intime, duke i marrë rreth 4.000 euro.
Policia dyshon se me të njëjtën skem, ai ka përfituar edhe nga persona të tjerë në Greqi, ku shumat variojnë nga 30.000 deri në 40.000 euro. Operacionin e koduar Blackmail e finalizoi seksioni për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare në Drejtoria Vendore e Policisë Korç pas 4 muajsh hetime me metoda proaktive. 47 vjeçari akuzohet për shtrëngim me anë të kanosjes për dhënien e pasurisë dhe mashtrim. Hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë. Një automjet tip Range Rover u përfshi nga flakët në orët e para të mëngjesit në lagjen numër 1 të Pogradecit, pranë Capri Center. Mjeti u doq pothuese plotësisht. Automjeti rezulton në pronësi të ish policit Erion Maxhari, i njohur për autoritetet vendore për precedent penal. Grupi hetimor ka kryer këqyrjen e vendit të ngjarjes dhe ka sekuestruar kamerat e sigurisë të zonës. Hetuesi dyshojnë për zjarrvënie të qëllimshme, por shkaku i zjarrit nuk është konfirmuar zyrtarisht. Maxhari ka shërbyar si efektiv në duganën e Qaftanës. Në vitin 2018 ai u arrestua bashkë me 3 policë të tjerë në akuzën e përfshirjes në trafikimin e emigrantëve drejt SBA, Kanadas dhe Anglisë. Në shkurt të këtij viti ai u arrestua sërish së bashku me vëllain e tij pas akuzave për kërcënim dhe dhunim të një efektivi policie jashtë shërbimit. Hetimet vijojnë për të zbardhur rrethanat e djegjes së mjetit. Tensionet në rjoll të Velipojës janë përshkallëzuar prej afro një muaji për shkak të resortit Blue Borgo, që po ndërton biznesmeni Bashkim Ulaj. Banorët kundërshtojnë projektin dhe pretendojnë se toka është pronë e tyre, ndërsa dokumentet e pronësisë janë falsifikuar. Çështja ndodhet në proces gjyqësor. Punimet po kryen nga kompania Jenner 2, ndërsa për sigurinë në kantier është kontraktuar Breçani Security. Situata degradoi në përplasje fizike, ku në pamje shihet një punonjës sigurie që godet një të ri protestues. Policia shoqëroi 6 banor, mes tyre edhe një vajzë. Në mbështetje të banorëve shkuan deputetët Barth Spahia dhe Luciano Bocci. Pak ditë më parë, gjykata e apelit të juridiksionit të përgjithshëm njohu të drejtën e pronësisë për familjen Malaj mbi 20.700 metra katror në rjoll, në një proces kundër Agjencia e Trajtimit të Pronave. Resorti shtrihet në 146 hektar dhe parashikon 33 struktura akomoduese. Zhvillues është shoqëria ABA Blue Borgo me status investitori strategjik. Përplasja në terren vijon paralelisht me betejën në gjykat. Një shtetas gjerman është gjetur pa shenja jete në një banesë të marrë me qyra në Fier. Ngjarja u regjistrua rreth orës 13 në lagjen Konferenca e Pezës. Viktima është shtetasi me iniciale DF rreth 80 vjeç. Nga këqyrja paraprake e trupit nuk janë konstatuar shenja dhune dhe autoritetet dyshojnë se vdekja ka ndodhur për shkaqe natyrale. Grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për sqarimin e plot të rrethanave. Të dhëna nga media investigative dhe raporte inteligjencë ndërkombëtare tregojnë për bashkëpunim mes disa klaneve shqiptare dhe kartelit meksikan Cartel Jalisco Nueva Generación, i njohur si SJNG. Organizata drejtohej nga Nemesio Oseguera Cervantes, i njohur si El Mencho, një nga figurat më të kërkuara nga autoritetet meksikane dhe amerikane. Raportet e sigurisë e lidhin emrin e tij me rrjete trafiku kokaine dhe pastrimi parash, që shtriheshin nga Amerika Latine drejt Evropës. Në shtator 2022, shërbimet meksikane njoftuan se një grup biznesmenësh shqiptar dyshohej se pastronte para për llogaritë SJNG dhe kartelit Sinaloa përmes rrjeteve të kazinove dhe investimeve. Një tjetër rast u evidentua në shkurt 2023 në Ekuador, gjatë operacionit kundër trafikantit Wilder Emilio Sanchez Farfan, i njohur si Gato. Në ato operacion u arrestua edhe shtetasi shqiptar Artur Rapaj. Hetuesit deklaruan se grupi shqiptar në provincën Guayas vepronte si ndërmjetës mes mafjes shqiptare dhe SJNG, duke bler kokainë në Amerikën Latine dhe duke organizuar transportin drejt porteve evropiane përmes kompanive të eksportit. Autoritetet theksuan se ky rrjet kishte kontakte edhe me kartelin Sinaloa dhe grupe kriminale në Spanjë, çka tregon një bashkëveprim paralel me disa struktura të krimit të organizuar. Megjithatë, raportet theksojnë se jo çdo grup shqiptar ka lidhje direkte me SJNG, pasi disa struktura operojnë në mënyrë të pavarur në trafikun ndërkombëtar të drogës. Hetimet në disa vende vijojnë për të dokumentuar rrjetet financiare dhe logjistike që lidhin Amerikën Latine me Evropën.